Në teatrin e qytetit në Gjakov janë duke u zhvilluar provat e shfaqjes Thashethemet me skenar të Neil Simon dhe regji të Besim Ugzmajlit. Regjisori tha se kjo shfaqje trajton fenomenin e thashethemeve të cilat janë pjesë e çdo shoqërie në botë, ndërsa në këtë vepër ato nuk përfundojnë dhe nuk kanë një zgjidhje të qartë. Ai shtoi se aktorët e teatrit të qytetit Hadisheu janë përshtatur për mrekulli me rolet e tyre. Ka qenë një proces jashtëzakonshëm me ansamblin e teatrit Hadisheu këtu në Gjakov. Normalisht kemë rri së bashku, ndoshta edhe përbajtja e tekstit, po edhe eksperienca e krejtë këtij ansambli shumë mirë, kemë rri me kriju një atmosferë mirë punës, që është menoj esenciale për me mujtë me punu rehat edhe me siguri pak më të madhe me një projekt. Pritja ka qenë jashtëzakonshme, procesi jashtëzakonisht i mirë, me energji, me njerëz që nuk rëpitojnë punët, që e kanë pasion, edhe kemë rri, tash po shkojnë drejt fundit provave, një komedi që po besoj është në momentin e duhur, në hapësinën e duhur, që qytetarëve të Gjakovës, po jo vetëm mi ofru disponim me rrëfime të cilat na bojnë pak me mendu, por më orë këtu të njëjtën kohë. Sipas regjisorit, kjo shfaqje do të jetë dinamike dhe me karakter komedik, duke sjellë situata të ndryshme që pasqyrojnë realitetin përmes humorit. Forma që ne e kemi shtruar si shfaqje, nuk i përfundon ato, po në fund shfaqjes vetëm sa i rrit. Do intenca jo nuk ka qenë me i përqesh thashethemet, po me u dhënë kuptime dytësore, tretësore, por edhe vetë rrëfimi i shfaqjes është i tillë që ngre pyetje e krijon thashetheme për ngjarjen që publiku do të ketë mundësi ta shohë me 9 mars këtu në teatrin Hadisheu. Thashethemet do të ketë premierën me 9 mars në teatrin e qytetit Hadisheu në Gjakov nga ora 20, ndërsa me 10 mars do të riluhet po nga ora 20.